Por ndryshe kjo sasi është për një person, domethënë ai kena bën një sasi ndoshta një gotë. Preferohet 250 ml. Për një person. Me ngjas po. Me pi komplet. Një gotë po. Isha të thonë nëse keni blender tjetër që e blun hala ma shumë, çfarë do lloj blenderi? Sipas dëshirës, që shton hala ma shumë ujë. Që janë kështu pak vezvisën shije, mundeni me e blu pak ma trash, me kullu, me marr vetëm langun e krejt përmbajtjes, për ata të cilët i pengon thopzat e selinos ose... Ata që kanë aciditet. Realisht, për shembull, për fillim, edhe na herë edhe më plan kur e shtoj, për fillim e kam problem me pi kështu, fillojnë me pi vetëm langun, po tani me kalimin e kohës mësohen edhe nuk është që pengon. Kështu që vlen me theksu që bën edhe për gratë shtatë zona, edhe ndikan shumë ju sasi shumë të madhe, për shkak nuk muj me pi shumë, që shë pi ma heret, për shkak se normal ka fundi shtatë zanisë dhe presioni kërësisht është pak ma i madh. I kanë do beba këtë organet. E ka vlogru apsiren, edhe ashtu si kemi jep shumë apsisë, së s'kera ashtu shumë, ja ku mlon ma të vogël. Bravo. Realisht nuk është që muj shumë me marë sasi, po xhenxhefili ndikan që atë mundimin me stabilizu, plus mos të flosim për vlerat ushqyese që veç i përmbohen. Dim për shkak këtij ngushtimit të hapësirës kemi probleme edhe me konstipacion ose me kapslojt, edhe me jashtëqitje. E kjo ndikon për shembull selino edhe komplet këto kanë fibra që ndikojnë edhe me rregullu edhe pjesën e jashtëqitjes. Domethënë këtë rast kena marrë protein, fibra, yndyrna të shëndetshme, kena marrë antioksidant shumë fuqishme që është prej limonit edhe prej lajmit, edhe kemi bërë një kombinim ideal që i çdoash me ndiku tepër mirë për sezonin, për momentin, edhe për imunitet, edhe për energji, edhe për tretje patjetër. Do me thonë se pim 21 ditë, edhe një herë lut na rezultati. Po, nëse pim 21 ditë, një smoothie till, kemi me bu detox me andimu me lëqisat nga kesën që kemi bu me toksina edhe prej ushqimit edhe prej, do më thënë, sasis pijeve alkoholike krejt që kemi përdor, e bojmë një detox me lëqis, kena me ndimu sistemi tretësëm përgjësi, kemi marë proteinat të dura dhe për ata që ushtrojnë. Për shembull shumë e nevojshme, së rëndë se vinë sasi më e madhe se ka pushu. Ja, vitnes nuk kom pushu pak. Edhe normal kena me ndiku në tretje, detoksifikim, kena me ngrit imunitetin për shkak sezonit, do me thonë tash viroza gripit, preferohet edhe për fëmijë, normal një sasi ma e vogël, ndoshta 100 ml, po kuptohet atë për fëmijë me marrë vetëm pjesën e langut, jo komplet këto, për shkak që normal që nuk besoj që është e preferueshme, e pranueshme, muj mishtu edhe mjalt, pa problem, muj mishtu edhe bananet për të fëmijët. Më thonë që hala ma shumë me ndrejtësie.